Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Me datën 1 nëntor 2025, të gjithë sytë e botës u drejtuan për nga Egjipti. Një ceremoni madhështore u pan nga sytë e të gjithë botës për hapjen e Grand Egyptian Museum, muzeu i madh egjiptian, më i madhi muze arkeologjik në botë. Një investim prej $1 miliard. Një muze që ekspozon mbi 100.000 artefakte. Një kryevepër arkitekturore, një vepër madhështore e cila do pres turist nga gjithë bota. Tregon për historinë, për trashëgiminë kulturore që është që nga fillesat e njerëzimit, pra qytetërimi egjiptian. Por për këtë Egjipt që është sot, një shtet modern, a e dini që babai ishte pikërisht një shqiptar. Ishte një shqiptar nga Korça. Emrin e tij do shfaqim në pjesën e dytë të këtij episodi. Si fillim, le të shikojmë disa momente nga ceremonia madhështore e hapjes së Muzeut të Madh Egjiptian. Tani vime tek pjesa e dytë e këtij episodi, për babain e shtetit modern egjiptian Mehmet Ali nga Korça. Është një histori që dëshmon në rolin e madh që shqiptarët ka luajtur anemban botës. Mehmet Ali Pasha, shqiptari që themeloi Egjiptin modern. Në fillim të shekullit të 19, Egjipti ishte një vend në kaos, i rënuar nga luftrat, varfëria dhe pushtimet e huaja. Egjipti i lavdishëm tashmë ndodhej në buzë të shkatërimit, por nga një vend i vogël, Shqipëria, do të vinte një shqiptar që do t'i jepte Egjiptit një jetë të re. Ai quhej Mehmet Ali Pasha
biri i një familje nga Korça, nga fshati Zëmblak, që do të bëhej themeltari i Egjiptit modern, e që deri më sot njihet e nderohet si babai i Egjiptit modern. Lindur në vitin 1769, Mehmet Aliu u rrit mes kulturës shqiptare dhe traditës osmane. Si shumë shqiptarë të kohës, ai ishte i njohur për trimëri, zgjuarsi dhe ndjenjë deri, virtyte që do ta çonin shumë larg. Në moshë të re, ai u bashkua me ushtrinë osmane dhe në vitin 1798 u dërgua në Egjipt për të luftuar kundër trupave franceze të Napoleon Bonapartit. Aty, midis rënojave të një vendi pa udhëheqje, Mehmet Aliu pa një mundësi të ndërtonte një shtet të ri, të fortë dhe modern. Falë zgjuarësisë dhe aftësisë për të bashkuar njerëzit, ai fitoi besimin e popullit egjiptian dhe të dietarëve musliman. Në vitin 1805, ai u shpall vali i Egjiptit me mbështetjen e popullit dhe të klerikëve, një arritje e zakonshme për një oficer shqiptar në zemër të botës arabe. Si një udhëheqës me vizion, Mehmet Aliu nisi transformimin e plotë të Egjiptit. Ai krijoi ushtrinë e parë moderne egjiptiane, ngriti fabrika armësh, hapi shkolla teknike, spitale dhe kantierë detar. Në drejtimin e tij, pambuku u bë ari i bardhë i Egjiptit dhe ekonomia filloi të lulëzonte. Ai solli në Egjipt edukimin evropian dhe vetë lexonte Montesquieun, Machiavellin e tjerë. Në drejtimin e tij u zhvillua shkenca, kultura, ekonomia, u kryen ndërtime të rëndësishme e u kultivuan personalitete që do zhvillonin më tej e në vazhdim Egjiptin. Por ajo që e bëri të veçantë është se megjithse sundonte në një vend të huaj, ai nuk e harroi kurrë origjinën e tij shqiptare. Ai ruajti zakonet e vendlindjes, mënyrën e të menduarit, forcën dhe krenarin që buronte nga gjaku shqiptar. Ambicia e tij ishte e pakufishme. Ai pushtoi Sudanin, e zgjeroi ndikimin deri në Siri dhe Anadol, duke i sfiduar madje edhe sultanët e perandorisë osmane. Evropa e quajti Luani i Egjiptit, ndërsa historianët e mëvonshëm do ta njihnin e vazhdojnë ta njohin si themeltarin e shtetit modern egjiptian. Kur ndorroi jetë në vitin 1849, ai la pas një trashëgimi të madhe, një Egjipt të bashkuar, të pavarur dhe modern. Në zemër të Kairos, xhamia madhështore që mban emrin e tij qëndron sot si simbol i fuqisë dhe vizionit të tij. Dora Distria shkroi kështu për Mehmet Aliun. Mehmet Aliu e mbërtheu një pasion i tillë për Francën, sa mund të thuhet se rilindja perandorisë së faraonëve të lashtë është pasojë e një aleance franco-shqiptare. Konsulli francez Mauriez tha, e pyeta një ditë Mehmet Aliun pse ai shpesh ai thoshte se ishte shqiptar, e ai mu përgjigj: I tillë jam dhe gjua ime është shqipja. A nuk më keni dëgjuar kur u flas rojeve? Shqiptar jam e shqiptar do vdes. Donse u përpoqa të bëhem një egjiptian i mirë. Fanoli tha, Mehmet Aliu ishte i hapur ndaj ideve perëndimore. Sami Frashëri shkroi për të, duke thënë Mehmet Aliu e çmonte qytetërimin e ri dhe përparimin. Pasi e mori fuqinë në duart e veta, për një kohë shumë të shkurtër, i nxori në shesh gjërat e dobishme dhe jo të dobishme. Dhe kështu ja doli që një shteti në mënyrë të pashembull deri atëherë t'ia sjell civilizimin dhe përparimin. Një djalë shqiptar nga Korça, që mbërriti si ushtar dhe u bë themelues i një kombi. Ai bashkoi lindjen me perëndimin, traditën me modernitetin dhe la pas një histori që nuk harrohet kurrë. Ky ishte Mehmet Ali Pasha, shqiptari ynë që ndërtoi Egjiptin modern.
Bota është e mrekullueshme. Bota është e pasur me histori, tradita, trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme nga shumë popull. Por edhe Shqipëria jonë është tejet e pasur me trashëgimi kulturore dhe historike. Dhe detyra jonë, detyra e çdo ligjbërësi, apo ligjzbatuesi, apo çdo intelektuali, është të promovojmë vlerat tona shqiptare, të cilat e meritojnë dhe siç e ka provuar historia, ka ndryshuar botën. Faleminderit që na ndoqët në Flasim Hapur, miru takofshim në episodin e radhës.